Drejtuesit e Federatës së Futbollit të Serbisë kanë vendosur ta largojnë ekipin kombëtar rreth 10 kilometra në drejtim të kundërt të rezidencës së menduar në Tiranë për ndeshjen e 7 qershorit ndaj kuqëzimve. Serbia refuzon ashensorin për në stadium. Baza do të jetë hoteli Hilton, i cili ndodhet rreth 20 minuta me makinë nga stadiumi Air Albania. Vendimi është marrë më herët edhe pse në disa qarqe në Shqipëri është përhapur informacioni se bëhet fjalë për një ndryshim të papritur të destinacionit. Hotelin e kemi zgjedhur me kohë para 3 muajsh. Marriott është vendi ku qëndron kombëtarja e Shqipërisë dhe ne asnjë kemi marrë parasysh atë opsion. Zgjodhëm Hilton në një vend të qetë të qytetit, shpjeguan për Danas nga Federata e Futbollit të Serbisë. Ky hotel i veçantë që ngrihet mbi një objekt mallështor zakonisht prej përfaqësues mysafir. Një natë qëndrimi në ditën e ndeshjes në Marriott kushton 1000 euro. Mendohet se në FSS ka dashur t'i vendos lojtarët e vet në një vendim më të qetë, edhe pse në hotelin fillimisht të përcjellur do të kishin pasur mundësinë të shkonin në fushën e lojës, thjesht me ashensor. Tradicionalisht bashkë me ekipin e Serbisë do të jetë edhe kuzhinieri për të respektuar deri në detaje programin ushqimor. Serbia do të stërvitet të premte në Tiranë dhe pas mbërritjes do të kalojë një kohë të caktuar në autobus. Në kryeqytetin shqiptar ka trafik të madh. Letësimi do të jetë festa e Bajramit, pasi pjesë e popullsisë në Shqipëri do të qëndrojnë në shtëpi me këtë rast, por për këtë arsye, të premten pasdite, nuk pritet të jetë trafiku i zakonshëm i orëve të pikut.